Një motor amerikan gjillabëron benzinën si një dinosaur i uritur dhe ende kryeson listat globale të shitjeve. Për logjikën evropiane, ky është një gabim sistemik. Për një shofer në Teksas, është një mjet elektrik i domosdoshëm. Ndërsa gjysma e botës është e fiksuar pas çdo pik karburanti, tjetra feston zhurmën e një V815 litra në 100. Nuk është vetëm mungesa e efikasitetit, është një filozofi e forcës brutale kundër së cilës inxhinieria moderne nuk mund të konkurojë. Sot ne deshifrojmë 14 arsyet e këtij paradoksi. Le të shkojmë atje. Arsyeja 14. Motorët e mëdhenj, tradicional dhe kulturor. Ne fillojmë me arsyen numër 14, dhe është thelbësore për të kuptuar gjithçka tjetër. Në Amerikë, filozofia e motorit të madh, qoftë një V8 apo një V6, është një traditë kulturore e rrënjosur në dekadat të historisë së automobileve. Po flasim për fuqi të pastër, çift rrotullues të menjëhershëm dhe reagjim të mbutjes që ju godet në sedilje. Ndërsa Evropa përqafon 4 cilindra turbo të vegjël dhe efikas, amerikanët preferojnë zhvendosjen reale. Ata nuk duan truke teknologjike, ata duan zhvendosje. Vetet 5 litra, 6 litra, deri në 7 litra janë plotësisht normale në tregun amerikan. Motor me aspirim natyral që japin fuqi në një mënyrë lineare dhe të parashikueshme. Nuk ka turbo vonesë, asnjë teknologji të komplikuar që dështon pas 80.000 kilometrash. Thjesht shkelni gazin dhe ndjeni forcën e plot më njëherë. Kultura e shufrave të ngjehta, makinave muskulore dhe NASCAR është e rrënjosur thellë në ADN në amerikanët automobileve. Një motor i madh nuk është luks apo tek, është një simbol i lirisë dhe pushtetit. Konsumi i karburantit është thjesht çmimi që paguani për përvojën dhe amerikanët janë të gatshëm ta paguajnë atë. Një inxhinier nga Detroiti më shpjegoi dikur: "Ne dizajnojmë për emocione, evropianët dizajnojnë për efikasitet. Klientët tanë duan të ndjejnë fuqinë kur shkelin gazin, jo të llogarisin sa litra për kilometër po kursejnë." Dhe kjo filozofi reflektohet në çdo automjet që largohet nga fabrikat amerikane. Përveç kësaj, ekziston një aspekt praktik që shumë evropian nuk e marrin parasysh. Një motor i madh që punon me rrotullime të ulta zgjat më shumë se një motor i vogël i detyruar vazhdimisht në rrotullimet e larta. Amerikanët vlerësojnë jetëgjatësinë dhe thjeshtësinë mekanike, po aq sa fuqinë. Arsyeja 13. Historikisht, benzinë e lirë në Shtetet e Bashkuara. Çmimi i benzinës në Amerikë është një pjesë e asaj që kushton në Evropë, dhe kjo ndryshon plotësisht ekuacionin ekonomik. Një amerikan paguan afërsisht $1.20 për litër, ndërsa një europian paguan €3 për litër, ose më shumë. Po flasim për më shumë se 2 fishin e çmimit. Matematika është brutalisht e thjeshtë. Konsumimi i 15 litrave për 100 kilometra në Shtetet e Bashkuara është më i lirë në terma absolut se sa konsumimi i 8 litrave në Evropë. Kostot relative janë krejtësisht të ndryshme, dhe kjo ndikon në çdo vendim blerjeje. Historikisht, benzina ka qenë e lirë në Amerikë për dekada. Politikat energjetike favorizojnë prodhimin vendas, rafinerit janë efikase dhe taksat e karburantit janë të ulta. Qeveritë europiane nga ana tjetër ngarkojnë taksa të larta për benzinën për të financuar infrastrukturën dhe për të dekurajuar konsumin. Në Amerikë, kjo filozofi nuk ekziston. Konsumatori amerikan nuk ndjen urgjencën ekonomike për të blerë një automjet efikas. Mbushja e një rezervuari 50 litra kushton $60. I njëjti rezervuar në Evropë kushton €150. Ky ndryshim brutal ndryshon gjithçka në psikologjinë e blerjes. Kur benzina është e lirë, efikasiteti i karburantit kalon në plan të dytë. Gjëja e rëndësishme është kapaciteti, komoditeti, hapësira. Një amerikan mund të mbush kamionçinën e tij 2 herë në javë dhe ende të shpenzojë më pak për karburant në muaj se sa një evropian që mbush naftën e tij të vogël 1 herë në javë. Arsyeja e 12. Infrastruktura, stacione, shërbimi të kudo ndodhura. Në Amerikë ka një pik karburanti në çdo cep. Fjalë për fjalë, ju mund të vozitni në çdo rrugë, autostradë ose rrugë fshati dhe do të gjeni pika karburanti në intervale të rregullta. Disponueshmëria e karburantit nuk është kurr problem. Në distanca të gjata, në autostradat ndërshtetërore, pikat e karburantit janë aq të shumta sa planifikimi i karburantit është i panevojshëm.
Ju thjesht ndaloni ku rezervuari është gjysmë bosh, mbushni dhe vazhdoni. Nuk ka stres, nuk ka ankth. Ankthi i diapazonit që fikson shoferët evropian thjesht nuk ekziston në Amerikë. Kamionçinat amerikane kanë në rezervuar 100 litra ose më shumë me një rreze prej 600 km/h në qytet dhe 800 në autostradë. Europianët projektojnë makina me rezervuar të vegjël prej 40 ose 50 litrash, autonomi të kufizuar dhe duhet të llogarisin me kujdes se ku është pika tjetër e karburantit. Kultura amerikane e udhëtimit rrugor është ndërtuar mbi këtë realitet. Udhëtime të gjata rrugore, duke kaluar shtete të tëra. Një rezervuar i madh dhe konsumi i lartë nuk është problem, është një avantazh. Më pak ndalesa, më shumë rehati. Ndalesa në pikën e karburantit është pjesë e përvojës, një mundësi për të shtrirë këmbët, për të blerë ushqime dhe për të vazhduar. Në Evropë, çdo udhëtim është planifikuar me përpikëri, sepse stacionet e karikimit ose karburantit janë më të pakta, veçanërisht në zonat rurale. Në Amerikë, ky shqetësim thjesht nuk ekziston. Ju mund të vozitni nga New Yorku në Los Angeles dhe nuk do t'jeni kur më shumë se 50 milje nga një pikë karburanti. Arsyeja një mbedhjete. Automjete të dizajnuara për tërheqje dhe punë. Kamionçinat dhe SUV-ut amerikane janë krijuar nga themeli për punë të vërtetë, jo për të pozuar në Instagram. Po flasim për tërheqjen e 5000 kg rregullisht. Kampe të mëdha, varka të mëdha, ekuipazhe ndërtimi, rimorkjo të ngarkuara. Nuk është opsionale, nuk është e rastishme, është qëllimi kryesor i automjetit. Një motor i madh, një transmetim i fortë dhe një pezullim i përforcuar nuk janë luks. Ato janë nevoja absolute. Konsumi i karburantit është thjesht një efekt ansor i pashmangshëm i kapacitetit të punës. Në Evropë, një furgon komercial është i vogël, me naftë dhe efikas, i projektuar për ngarkesa të lehta dhe distanca të shkurtra. Në Amerikë, një kamionçin është me benzinë V8 dhe i fuqishëm, i projektuar për ngarkesa të rënda dhe distanca të gjata. Çift rrotullimi në rrotulime të ulta është absolutisht kritik për tërheqjen e sigurt dhe efikase. Një V8 amerikan gjeneron 600 Nm me vetëm 2000 rrotullime në minutë. Një 4 cilindra turbo evropian ka nevojë për 4000 rrotullime në minutë për të dhënë çift rrotullues të ngjashëm. Për punë reale, ditë pas dite, motori i madh fiton përqendrueshmëri dhe lehtësinë e përdorimit. Ndërtimi i shasisë së shkallëve, boshtet e fortë dhe komponentët e klasës komerciale do të thotë se këto kamionçina janë mjete pune të qëndrueshme që zgjasin 300.000 milje ose më shumë. Konsumi i karburantit është një investim i domosdoshëm në kapacitet dhe qëndrueshmëri. Kam takuar kontraktor që tërheqin pajisje të rënda ndërtimi 6 ditë në javë. Për ta, një kamionçin që konsumon 15 litra, por mund të funksionojë për një dekadë pa probleme të mëdha, është pafundësisht më i vlefshëm se një automjet efikas që nuk mund ta bëjë punën ose që dështon pas 100.000 kilometrash. Arsyeja e dete. Dimensionet. Automjete dhe hapësira të mëdha. Makinat amerikane janë thjesht më të mëdha dhe më të rënda se homologët e tyre evropian. Nuk është një egzagerim, është një ndryshim i matshëm dhe dramatik. Një sedan amerikan ka madhësinë fizike të një SUV europian. Një kamionçinë amerikane ka madhësinë e një kamioni komercial europian 2 tonëshe. Pesha ndikon drejt për drejt në konsumin e karburantit sipas ligjeve të fizikës. Një Ford F25 në konfigurimin e tij standard peshon 2300 kg. Një Toyota Hilux, e konsideruar e madhe në Evropë, peshon 1800 kg. 500 kg diferencë përkthehet drejt për drejt në litra karburant shtesë të konsumuar çdo 100 km. Nuk ka asnjë mënyrë për ta anashkaluar. Hapësira e brendshme është një përparësi kryesore në dizajnin amerikan. Kabinë shumë e gjerë, ku 3 të rritur të mbenj mund të ulen rehat në sediljen e pasme. Sedilje të mëdha me rregullime të fuqisë në të gjitha drejtimet. Çanta gjigante bagazesh që mund të gëlltisin bagazet e një familje me 6 antar për 2 javë pushime. Evropianët sakrifikojnë hapësirën për efikasitet dhe dizajn kompakt. Amerikanët sakrifikojnë efikasitetin për komoditet dhe prakticitet. Rrugët amerikane janë të gjera, parkinget janë të mëdha, garazet rezidenciale janë të bollshme. Gjithçka në infrastrukturën fizike lejon dhe inkurajon automjete të mëdha. Evropianët janë të kufizuar nga rrugët e ngushta mesjetare, parkingjet e vogla dhe garazet që mezi përshtaten me një makinë të vogël. Amerikanët nuk i kanë këto kufizime fizike. Arsyeja e 9. Transmetimet e optimizuara për fuqi.
jo për efikasitet. Transmetimet amerikane historikisht janë automatik me 4, 5 ose 6 speci, me raporte të gjata të optimizuara për përshpejtim dhe fuqi. Ato evropiane janë 8, 9 apo edhe 10 shpejtësi të optimizuara me përpikri për konsumin e karburantit. Konvertuesi tradicional i çift rrotullues i përdorur në transmetimet amerikane është i qetë dhe i rehatshëm, duke siguruar zhvendosje të padukshme dhe qëndrueshmëri të provuar, por nuk është aq efikas sa tufa e dyfisht evropiane. Prioriteti amerikan është komoditeti i drejtimit dhe qëndrueshmëria afatgjatë. Ai evropian është efikasiteti i karburantit i matur deri në mililitrin e fundit. Kjo po ndryshon në brezat e fundit. Ford zhvilloi një transmetim me 10 shpejtësi. GM ka 9 shpejtësi. Por edhe këto transmetime moderne kalibrohen ndryshe. Ato janë krijuar për të ofruar fuqi të qetë vendjesine amerikane të drejtimit. Një transmision evropian me të njëjtat specifika teknike do të kalibrohej në mënyrë agresive për ekonomi, me ndërime të hershme dhe kërkim të vazhdueshëm për marshin më të lartë të mundshëm. Marrëdhëniet e transmetimit pasqyrojnë filozofi të ndryshme kulturore. Një kamionqinë amerikane në autostradë me 120 km/h e ka motorin që rrotullohet me 2000 rrotullime në minutë, të rehatshëm dhe të heshtur. Një automjet ekuivalent evropian do të kishte motorin me 3000 rrotullime në minutë, teknikisht më efikas, por më i zhurmshëm dhe më pak i rafinuar. Arsyeja e tete. Aerodinamika e sakrifikuar për dizajn imponues. Kamionqinat amerikane janë në thelb kuti vertikale me grila të mëdha dhe pasqyra gjigante. Koeficienti i tërheqjes është i krahasueshëm me një tull fluturuese, CX 0.45 ose 0.50 në rastin më të mirë. Një sedan modern europian ka pik 0.25 deri në 0.28. Dalimi është brutal. Dizajni amerikan jep përparësi pranisë friksuese, pamjes së fortë dhe funksionalitetit praktik mbi efikasitetin aerodinamik. Dizajni europian ndjek parimin se forma ndjek efikasitetin. Dizajni amerikan ndjek parimin se forma ndjek qëndrimin dhe aftësinë. Grila e madhe e përparme shërben për një funksion të vërtetë, ftohjen e motorit të madh që gjeneron shumë nxehtësi, por është gjithashtu estetike agresive, thellësisht amerikane. Pasqyrat ansore me madhësi zinxhiri janë të nevojshme për të parë rimorkjo, por ato shkatërrojnë plotësisht aerodinamikën. Shtrati i hapur i kamionqinës është fjalë për fjalë makthim më i keq i mundshëm aerodinamik, duke kapur ajrin dhe duke krijuar turbulenca masive. Çdo prodhues e di saktësisht se sa kushton kjo aerodinamike të mëshme. Inxhinierët vlerësojnë se konsumi i karburantit rritet me 20 deri në 30% me shpejtësinë e rrugës në krahasim me një dizajn aerodinamik të optimizuar. Dhe ata pranojnë me vetdije sakrificën sepse e dinë se klientët e tyre vlerësojnë gjëra të tjera. Konsumatori amerikan blen për pamjen imponuese dhe kapacitetin e punës. Aerodinamika është në vendin e 3 ose të 4 të prioriteteve. Evropiani blen për efikasitet dhe kosto operative. Aerodinamika është një përparësi kryesore që nga skica e parë e dizajnit. Vejmë në gjuzmën e 14 arsyeve pse makinat amerikane konsumojnë kaq shumë karburant dhe megjithatë vazhdojnë të shesin për miliona çdo vit. 7 arsyet e mëposhtme thellohen në aspektet kulturore, ekonomike dhe teknike që shpjegojnë këtë paradoks magjepsës. Nga rregulloret qeveritare deri te psikologjia e thellë e konsumatorit, do të kuptoni pse logjika amerikane është thelbësisht e ndryshme nga ajo evropiane. Ne vazhdojmë. Arsyeja e 7. Rregulloret më pak të rrepta të CAFE sipas kategorive. Këtu hyjmë në territorin politik dhe rregulator. Ekonomia mesatare e karburantit të korporatës, e njohur si kafe, rregullon konsumin mesatar të karburantit të gjithë flotës së një prodhuesi. Por këtu është goditja ligjore. Kamionqinat dhe SUV ka një vlerësim të veçantë me standarde dukshëm më të relaksuara se sa makinat e pasagerëve. Një automjet i klasifikuar si punë ose komercial përjashtohet nga rregulloret më të rrepta. Prodhuesit përfitojnë me mjeshtëri nga ky klasifikim teknik dhe ligjor për të shitur kamionqina me efikasitet karburanti pa u përballur me gjoba financiare. Është plotësisht i ligjshëm dhe prodhuesit e shfrytëzojnë atë në maksimum. Në Evropë, rregulloret e CO2 dhe emetimeve
zbatohen për absolutisht të gjitha automjetet, pa përjashtim ose kategori të veçanta. Nëse një prodhues të i kalon kufrin e përcaktuar, ai paguan miliona dollar gjoba që mund të shkatërrojnë marzet e fitimit të gjithë operacionit evropian. Në Amerikë, rregulloria strukturalisht lejon automjetet e mëdha me konsum të lartë të ekzistojnë dhe të përparojnë ligjërisht. Lobi amerikan i industrisë së automjeteve është jashtëzakonisht i fuqishëm në Washington. Ai mbron në mënyrë agresive kamionçinat dhe SUV nga rregulloret që do të kërcënonin drejt për drejt shitjet dhe fitimet. Në Evropë, presioni mjedisor nga qytetarët dhe politika qeveritare janë të rrepta. Nuk ka përjashtime, nuk ka kategori të veçanta, nuk ka boshëllçe. Arsyeja e gjashtë. Teknologjia hibride dhe elektrike. Adoptimi i ngadaltë. U deshën dekada të plota që prodhuesit amerikan të përqafonin seriozisht hibridizimin dhe elektrifikimin. Evropa dhe Japonia ishin dukshëm përpara kurbës. Toyota Prius revolucionare doli në vitin 1997. Në Amerikë, Ford kishte një hibrid vërtet serioz vetëm në vitin 2005, 8 vjet më vonë. Kultura amerikane ka një mosbesim historik ndaj teknologjisë së re, të paprovuar, dhe një preferencë të fortë për motorët tradicional të testuar në betejë. V8 tradicionale me benzin funksionon, është i besueshëm, kuptohet nga çdo mekanik. Pse të kaloni në diçka të ndërlikuar dhe potencialisht problematike? Në Evropë, rregulloret e rrepta qeveritare detyruan inovacionin dhe adoptimin e shpejtë të teknologjive të reja. Infrastruktura e karikimit elektrik në Amerikë edhe sot është dukshëm e kufizuar në krahasim me Evropën ose Kinën. Ankthi i autonomisë është absolutisht real, veçanërisht në një vend ku vozitja 300 km për të vizituar familjen është e zakonshme. Kamionçinat elektrike premtojnë aftësi mbresëlënëse, por japin rezultate zhgënjyese. Kur ata tërheqin ngarkesa të vërteta, diapazoni shembet në mënyrë dramatike në 200 km ose më pak. Ndryshimi më në fund po vjen. Ford F-25 Lightning, Ram elektrike, Chevrolet Silverado EV. Prodhuesit amerikan po investojnë miliarda në elektrifikim, por adoptimi i konsumatorit është i ngadaltë dhe i kujdesshëm. Konsumatori mesatar amerikan është thelbësisht konservator në vendimet e mëdha të blerjes. Ai preferon të njohurën dhe të besueshmen. Benzin që funksionon gjithmonë, mbi elektriken që ende ndihet eksperimentale dhe rrezikshme. Arsyeja e pestë. Distanca dhe udhëtime mesatare shumë më të gjata. Amerikani mesatar vocitet afërsisht 20.000 km në vit. Evropiani mesatar udhëton 12.000 km. Ky ndryshim prej 8.000 km në vit është i madh dhe pasqyron realitete gjeografike thelbësisht të ndryshme. Amerikanët udhëtojnë në distanca të gjata çdo ditë si pjesë e jetës normale. Një udhëtim prej 50 km në një drejtim është plotësisht i zakonshëm. Në Evropë, 50 km konsiderohet një udhëtim i gjatë. Gjeografia e Amerikës është e gjerë në një mënyrë që evropianët nuk e kuptojnë vërtet. Qytete të ndara nga qindra kilometra, periferi ekstreme ku të jetosh 60 km nga puna, është normale dhe e pranuar. Evropiani tipik jeton relativisht afër gjithçkaje dhe transporti publik është një opsion i zbatueshëm për shumë udhëtime. Në Amerikë, makina është shpesh opsioni i vetëm praktik. Një udhëtim i përditshëm i punës prej 80 miljesh vajtje ardhje është plotësisht i zakonshëm në Texas, Kaliforni ose Florida. Për një evropian, kjo është smendurje paqëndrueshme. Për një amerikan, është thjesht realitet i përditshëm. Kur vozitni ato distanca në bazë ditore, efikasiteti absolut i karburantit ka më pak rëndësi se komoditeti, hapësira dhe besueshmëria. Mentaliteti amerikan e vlerëson kohën si burimin më të çmuar. Komoditeti i udhëtimit, të kesh hapësirë, të jesh në gjendje të dëgjosh muzikë në një sistem zëri premium, ka më shumë rëndësi se sa kursimi i 3 litrave karburant. Mentaliteti evropian pranon se hapësira është e kufizuar, burimet janë të kufizuara, çdo litër i kursier ka rëndësi. Amerikani vepron nga një mentalitet i bollëkut. Hapësira është efektivisht e pafundme, konsumi është relativ dhe i pranueshëm. Arsyeja e katërt. Kultura e individualizmit. Njeti si shprehje personale. Në Amerikë, makina nuk është thjesht transport.
Është një zgjatim themelor i personalitetit tuaj, një deklarat publike se kush jeni, çfarë vlerësoni, çfarë keni arritur. Në Evropë, makina është kryesisht një mjet praktik transporti për të shkuar nga pika A në pikën B në mënyrë efikase. Një kamionqinë e madhe, e ngritur në goma 40 inç për një evropian, thot: "Ju po kompensoni diçka, ndoshta pasiguritë mashkullore." Për një amerikan, veçanërisht në zonat rurale ose periferike, thot: "Unë punoj shumë, jam i aftë, vlerësoj pavarësinë dhe lirinë." Ose thjesht: "Unë kam lirinë ekonomike të zgjedh atë që dua, ve zgjodha këtë." Modifikimet dhe personalizimi janë kulturë thellë amerikane. Komplete ngritëse që ngren pezullimin, goma të mëdha, shkarkime të zhurmshme pas tregut, mbështjellës vinili, aksesor të pafund. Konsumi i karburantit rritet me çdo modifikim, por pronari është vërtet krenar për rezultatin. Në Evropë, modifikimi i ndjeshëm i makinës është i rrallë, shumë i rregulluar dhe i paligjishëm në shumë raste pa miratime të ndërlikuara. Automjeti është një simbol i dukshëm i suksesit në kulturën amerikane. Shtëpi e madhe, makinë e madhe, ndoshta edhe një varkë e madhe. Në Evropë, simboli i suksesit të sofistikuar është shpesh një makinë efikase, e vogël si një Mini Cooper Premium ose një Tesla që demonstron ndërgjegjësimin mjedisor dhe suksesin ekonomik njëkohësisht. Arsyeja e trete. Tregu i përdorur ruan vlerën në kamionqina dhe SUV. Kamionqinë amerikane ruan vlerën e tij të rishitjes më mirë se pothuajse çdo lloj automjeti tjetër në treg. Një Ford F-150 5-vjeçar zakonisht ruan rreth 60% të vlerës së tij origjinale. Një sedan ekuivalent evropian ruan ndoshta 40% nëse jeni me fat. Ky ndryshim prej 20% është ekonomikisht masiv. Kërkesa e qëndrueshme dhe e fortë për kamionqina të përdorura vjen nga segmente të shumta. Punëtorët e ndërtimit që kanë nevojë për mjete të besueshme, fermerët dhe blegtorët që kërkojnë kapacitet pune, entuziastët në natyrë që vlerësojnë aftësinë jashtë rrugës. Ata të gjithë blejnë kamionqina të përdorura posaçërisht për punë. Konsumi i karburantit është një konsiderat dytësore. Kapaciteti, qëndrueshmëria dhe besueshmëria janë faktorët kryesor të vendimit. Amortizimi ngadalt do të thotë se blerja e një kamionqine të re është një investim financiar relativisht i zgjuar. Nëse blini një kamionqinë të re për $50,000 dhe e shisni në 5 vjet për $30,000, humbni $20,000, 40%. Me një sedan ekuivalent evropian, ju humbni lehtësisht 60% ose më shumë të vlerës, një humbje prej $30,000 në të njëjtën periudhë. Tregu i fuqishëm i rishitjes i mban çmime të larta edhe për automjetet me kilometrazh të lartë, dhe kjo përjetëson ciklin e virtytshëm të blerjes së kamionqinave të reja dhe të përdorura. Konsumi i karburantit thjesht nuk është një faktor i rëndësishëm vendimtar në kohën e blerjes, sepse vlera e rishitjes kompenson çdo kosto shtesë të karburantit gjatë pronësisë. Arsyeja e ditë. Marcet e fitimit. Prodhuesit bëjnë pasuri me kamionqinë. Një prodhues amerikan fiton midis $15,000 dhe $20,000 fitim të pastër për çdo kamionqinë të shitur. Në të kundërt, një sedan kompakt gjeneron afërsisht $3,000 fitim. Diferenca është 5 deri në 7 herë më shumë fitim për njësi. Matematika e korporatës është brutalisht e thjeshtë dhe e qartë. Detroit absolutisht i jep përparësi kamionqinave dhe SUV në zhvillim, marketing dhe prodhim. Marketingu masiv dhe reklamat e kudo ndodhura janë të fokusuara pothuajse ekskluzivisht në automjete me fitim të lartë. Konsumi i karburantit është një eksternalitet plotësisht i pranuar në kërkimin për të maksimizuar fitimin e korporatës. Koncesionarët kanë stimuj masiv për të shtyrë kamionqinët. Komisione dukshëm më të larta për shitje, financim më i gjatë që gjeneron më shumë interes, aksesor dhe shtesa që shumë fishojnë fitimet. Konsumatori mesatar përfundon duke bler më shumë automjete se sa i nevojitet në të vërtetë dhe duke paguar dukshëm më shumë se sa duhet. Evropiani blen atë që i nevojitet bazuar në përdorimin praktik. Amerikani blen atë që dëshiron bazuar në dëshirë dhe aspirat. Dhe prodhuesi e stimulon në mënyrë agresive këtë sjellje. Lobi politik në Washington mbron ashpër kamionqinat. Regulore të favorshme, subvencione indirekte përmes klasifikimeve të automjeteve komerciale, rezistencë ndaj standardeve më të repta të efikasitetit. Industria amerikane e automjeteve është ndërtuar fjalë për fjalë mbi fitime masive nga kamionqinat dhe SUV-ët.
Ndryshimi rrënjësor i modelit të biznesit do të shembet ekonomikisht rajone të tëra të Michiganit, Ohio's dhe shteteve të tjera prodhuese. Arsyeja e parë. Identiteti kulturor amerikan, liria e zgjedhjes. Dhe më në fund, vim të arsyeja numër 1, më e thellë dhe më themelore. Në zemër absolute të këtij paradoksi është identiteti kulturor amerikan. Liria për të zgjedhur dhe konsumuar pikërisht atë që dëshiron, pa u thënë se çfarë të bësh nga qeveria. Qeveria evropiane rregullon, kufizon, udhëzon me dorë të fortë. Amerikani këmbëngull se liria individuale te i kalon efikasitetin kolektiv. Kamionqina nuk është vetëm një automjet në Amerikë. Është një simbol i fuqishëm i kufirit historik amerikan, i pionierit që pushtoi një kontinent, i shpirtit të pavarur që refuzon autoritetin e jashtëm. Është liria për të shkuar ku të duash, për të bërë çfarë të duash, pa kërkuar lejen e askujt. Një evropian me të vërtet nuk e kupton, sepse nuk është e koduar në ADN në natyre historike kulturore në të njëjtën mënyrë. Konsumi i lartë i karburantit shihet dhe pranohet si çmimi i pashmangshëm i lirisë personale. Amerikani mesatar e paguan atë me kënaqësi dhe pa pakënaqësi. Europianët e shohin atë si papërgjegjëmëri mjedisore dhe sociale. Amerikani e sheh atë si një të drejtë të patjetërsueshme, po aq themelore sa liria e shprehjes. Rregulloret qeveritare dhe kufizimet e konsumit të karburantit shpesh shihen si një sulm i drejtë për drejtë ndaj lirisë personale në mentalitetin amerikan. Për një evropian, është përgjegjësi themelore mjedisore dhe sociale. Për shumë amerikan, është ndërhyrje e papranueshme e qeverisë në vendime që duhet të jenë krejtësisht personale. Mendësia e bollëkut kundrejt mungesës është qendrore këtu. Amerika historikisht ka pasur burime të bollshme natyrore, hapësirë gjeografike të pakufizuar, benzinë të lirë që rrjedh nga prodhimi masiv vendas. Evropa ka burime të kufizuara, hapësirë të pakët fizike, varësi nga energjia e shtrenjtë e importuar. Mentaliteti evropian i ruajtjes dhe efikasitetit kundrejt mentalitetit amerikan të konsumit dhe bollëkut. Tronditja kulturore është e pashmangshme dhe e thellë. Kjo arsye numër 1 shpjegon pse të gjitha argumentet logjike për efikasitetin, kostot dhe mjedisin shpesh nuk ndryshojnë sjelljen e blerjes. Nuk është një vendim thjesht racional dhe ekonomik. Është një vendim thellësisht emocional dhe kulturor, i lidhur me identitetin personal dhe vlerat thelbësore.